tjetrin dhe cilat janë pikat e dobta të shoqërisë shqiptare e për çka mund të vijë deri tek një përçarje e mundshme. Për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, me mua në studio kam Fatmir Zhdrella. Përshëndetje në rrugë. Përshëndetje, nësi gjej. Gjithashtu në lidhje të drejt për drejt kam edhe aktivistën Arber Gashi. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje, për ju për musafirin në studio dhe për të lishqusë të televizionit Dugaçit. Gjithashtu kemi edhe sociologun Dardan Lajqi. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje për ju dhe musafirit gjithashtu. Zotri Lajqi, po e nisim me ju duke pas parasysh zhvillimin e shoqërisë shqiptare në epoka të caktuara. A mund të themi që ende ka pika të dobta, për çka shoqëria nuk mban dot dhe shumë lehtë mund të shkojë në një përçarje? Fillimisht, në aspektin sociologjik, ashtu dhe që kemi temat ligjërimit, tensionet shoqëri nuk shihen thjesht si konflikte momentale, domethënë që krijohen aty për aty. Por ato janë si rezultat i proceseve apo i strukturave, pabarazive, identiteteve dhe mënyrës të organizimit institucional. Pra është një trashëgimi e cila përcillet në vazhdimsi në periudha të ndryshme kohore, në të cilat kalojnë shoqëritë të dallueshme. Ne si shoqëri natyrisht jemi pjesë e këtyre ndryshimeve, mirë po kur flasim për shoqërinë shqiptare, ne duhet të shikojmë dy dimensione. Në dimensionin e asaj se çka e tensionon apo klapa çka e përçan, dhe në anën tjetër në vlerat e përbashkëta që vërtet shuhemi për këto vlera dhe për mbajtjen e këtyre vlerave. Si elemente kështu nga këndi sociologjik, si element parë mund ta numërojmë polarizimin politik dhe kulturën e debatit. Do të thotë si elementi i parë, i cili mund të shojë në fragmentim të shoqërisë. Për shkak se megjithëse pluralizmi shoqëror, do të thonë politik, ai është vlerë sepse rrit konkurrencën, ku ka parti politike, natyrisht ne rritet konkurrenca dhe njerëzit kanë ku zgjedhin. Mirë po, nëse të vendosemi te gjuha apo kultura e debatit, unë mendoj se këtu kemi një qarje e cila dita ditës nuk po është unifikuese, por po është, si më thon, polarizuese. Dhe ky perceptim në aspektin sociologjik shihet si një ndjenje e cila nuk qëndron apo nuk krijon, si më thon, ndarësi. Dimensioni i dytë, po ashtu, mund të jetë dimensioni ekonomik apo pabarazia sociale. Te dimensioni ekonomik, natyrisht futet pamundësia, e cila në bazë të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës është e lartë në mesin e të rinjve, po ashtu edhe migrimi i vazhdueshëm, i cili e prek gjenerata të ndryshme me tekst të veçantë rinin. Pra, largimi i kapitalit njerëzor ndikon jo vetëm në zhvillimin ekonomik, por edhe në stabilitetin social. Po ashtu, ne mund të numërojmë gjithashtu edhe varësinë e remitencave nga diaspora, e cila natyrisht mund shihet deri diku si pozitive për një stabilitet financiar, mirë por kjo tregon ende për një ekonomi të paqëndrueshme dhe për një, domethënë, e cila nuk e merr veten ende. Këtu mund të futet po ashtu edhe perceptimi mbi institucionet, mbi korrupsionin, mbi legitimitetin e kështu me radhë. Domethënë, këtu vetëm dua ta bëj një ndarje kur flet domethënë në atë periudhë Karl Marxi, thotë se konfliktet lindin nga pabarazi strukturore në shoqëri. Domethënë, për të eliminu këto pabarazi, duhet ulje tensionet ekonomike, duhet qasje të barabarta në arsim, në konsim, dhe duhet politika sociale të mirëfillta, të cilat do të arrujnë, domethënë, drejtësinë sociale. Po, zotri Gashi, sipas jush, cilat janë pikat ose temat ku shoqëria shqiptare ka qenë dhe vazhdon të jetë e ndjeshme, për çka edhe mund të shkaktohen përçarjet? Po, partohem gati në gjitha pikat me sociologët në atë përshqipta, sidomos në kulturën e debatit, sepse ajo është themelore për shoqërinë tonë shqiptare, ka qenë gjithmonë.
Pra kultura e debatit ka qenë një kulturë cilën e kanë kultivuar shqiptarët edhe tradicionalisht në periodat e tyre dhe e cila është cenu shumë në 2 dekadat e fundit. Ky degradim ka qenë deri aty sa që organizimet qytetare në raste të caktuara, sikur që ka ndodhur me neve, përballesh me kërcënime direkte, me thirrje telefonatash, me ta hjek kryt, kemi të bëktë, me presione ndryshme shoqërore, të cilat leç janë të tepërta, po edhe e ndryshojnë situatën. Tash disa personalitete që reagojnë ndaj këtyre dukurive në mënyrën e tyre unike, atëherë për tyre fitohet përshtypja që shoqëria jote po shkon te degradim. Realiteti është diçka tjetër. Unë e shoh të arsyeshme me marrë një shembull sa të freskët edhe që kemi qenë vetë protagonistë tyre, siç ka qenë ajo dalja në Deçan, se opinioni nuk e di. Për shembull që para se me dalë aty ne kemi zhvilluar debate, jemi munduar me bisedu, mos me ardh puna deri aty. Ne shkurt shqip kemi përdor mundësitë tona të atëhershme për të nxit një debat që mos me ardh puna deri te aty që një klerik fetar dalë dhe t'i denigroj vlerat tona kombëtare. Dhe në gjatë atyre debateve kemi fituar përshtypjen që ne ja zgjatmi dorën dikujt dhe thonë, o zotni, mos vjen ngremin, po të ndihmoj. Ai thot, me qenë se ti flet shqip, ktheje shpinën se du me t'hyp në shpinë. Ashtu nuk shkon. Pra ne kemi përdorur një mas reciprocitetit në raport me ta dhe sa kemi përdorur reciprocitetin, me njëherë jemi bën miq. Dhe këtu fillon ai problemi. Pra kultura e debatit nuk është që shqiptarët janë kundër saj. Unë nuk besoj që janë shqiptarë, nëse më lejohet, se kjo është shumë e rëndësishme. Nuk kam taku asnjë shqiptar të Kosovës, asnjë nuk e takon, që është shqiptari i Kosovës nuk e posedon kulturën e debatit lindur. Ti paramendoj një shembull konkret, siç e përmendi edhe sociologu çështjen e diasporës. E merr një Hasan prej Kosovë, e bjen në Gjermani, ma Hans del Hasani jonë se Hansi Gjermonisë. E merë Hasanin tonë, për me që në Arabi atje ku për atë tregojnë destinacionis, s'ku të me që vetën, që thujnë pa e pas për cilin zbën. E kuptan, këto gjona jënë problematike, edhe kur ti nuk guxon këto mi diskutu fare, sepse defarmohesh, sepse trajtohesh si janë mik, atëherë kjo nuk është në rregull. Unë mendoj, sinqerisht që shoqënia, liria e fjalës, ajo për cilën është luftu kaq gjatë, me ju mundësu shqiptarëve, me zgjedh ata vetë për jetën e tyre, e jo me qenë ne imponus. Për çfarë arsye? Ne duke imponu njerëzve rrethana të caktuara jetësore, ne kemi dëmtu intelektin tonë kombëtar, sepse shqiptarët kanë kapacitete shumë më të mëdha se këto po ta them nga përvoja. Unë nuk kam po evropian më të mëdhaj se shqiptarët në krejt kontinentin. Me pas këta kushtet që kanë pas shqiptarët historikisht, këtu do t'ishte bo ma mbek se në Arabi. Unë këto po të thëmë, realisht. E kemi këtu edhe zotin Zhdrella, a mendoni edhe ju që shqiptarët përçohen kaq lehtë dhe ndoshta shumë lehtë mund të shkojnë edhe tek, po quaj kushtimisht, tek armiqësia ndaj njëri tjetrit? Te armiqësia nuk do të ndodhë, sepse ata të cilët janë të prirur për të përqama apo për të rënë në sy, janë shumë pak, fatmirësisht. Unë po e vazhdoj diçka atë fjalimin e ti them fjalim Orbrit që tha liria shprehjes përfundon aty ku cënohet integriteti personalit të tjerëve, po ashtu e përmendi një gjë të cilën bjen shpesh kundërshtim ky dhe grupi i tyre i vogël fatmirësisht që është me veten, sepse tha është e drejtë e secilit të vendos për veten e tyre, po pikërisht kjo thirrja që është bërë buj për protagonizëm e këtyre ka qenë që të rikthehen, të ndrojnë fejnë, do mund të tentojnë atyre njerëzve të amohojnë të drejtën që ata e ndjejnë. Prandaj është një lloj bjen në kundërshtim me veten, prandaj këtu spajtohem me Orbrin, e këtë kultura e debatit, kjo tregon që kemi kulturë debatit edhe tash përderisa po flasim me radhë, ndonë se këto kohëve të fundit është helmu kjo kultura e debatit, fatkeqësisht. Këtu një pjesë përgjegjësisë e bojnë edhe mediat, sepse duhet jemi të kujdesshëm edhe jo doja mos të ftohet apo të jetë gjithkush pjesë e televizionit, sepse shumë njerëz ndoshta
dëshirën për të qenë protagonist, nuk po e shiqojnë a duhet jenë protagonist për të mirë apo për të keq dhe po krijojnë pastaj shumë përçore dhe armiqësi. Normalisht që besoj fuqishëm që ne si popull dim ta ruajmë atë, pavarësisht mund të kemi hendek, qoftë dallime fetare apo kulturore apo regionale, po gjithsesi ato janë një pakit shumë e vogël dëshiron të pizmadhaj. Pra thua që ka grupe të caktuara të cilat synojnë nxitjen e shoqërisë dhe çka mund të çojë në përçarje. Tentohet, nuk mund të çojë, po tentohet. Pra punojnë në atë drejtim. Unë besoj. Zotri Gashi, meqense edhe ju përmendni. Meqense Dardani e ka randin, po vetëm shpejt e shpejt. Shifer, bashkëbiseduesi ka drejt deri në një pikë se mund të perceptohet asaj, por realiteti është tek ndryshe. Ne nuk i punojmë askuj me i thonë hajde bën. Unë siç e thash fillim, ne kemi praktikuar një mos reciprociteti, kemi treguar bashkëbiseduesve tanë që kanë qenë protagonistë atyre veprimeve të cilat na kanë evitu, e kemi thonë shifer, e kemi një rrugë përbashkë. Mundemi me ecë, jo s'po dom, po dom çu dojmë. Ne kemi thonë, okay, në rregull, ju shkoni andej ka doni, ne shkojmë andej ka dojmë. Edhe drejta jon për t'i thirrë njerëz nuk është ndalume. Ti s'ki nevojë me ardh. Ti mund të thonë rozotni, shko ti rrugës tonë, unë shkoj rrugës time. Dhe krejt jemi në rregull. Do të thotë te ne është e vërtet një gjë që kemi pas individ që janë ndaj ofru dhe kanë dashur me lut një rol protagonizmit tepër që nuk është ide jonja dhe i kemi largu. Ata zakonisht në përjetët sociale dalën në bërtasit, po nuk qojnë pesh, për arsye se nuk jetë pjesë organizimit e pjesë strukturës e cila ka vepru në Kosovë, edhe para se në dalën dhe qanë. Bile ka një morit madhe të intelektualve që kanë marrë pjesë në atë konsultime, se si duhet veprojnë me këtë situatë. Tani, në këtë moment që dollemi tash, ne duhet të themi dy gjëra, edhe media, edhe shoqëria civile, po edhe besimtarët musliman kanë tregu një arritje të jashtëzakonshme gjatë këtyre 2 vite. Pse? Ne kemi arrit me ndalu, me pengu, po du me thonë ma mirë bashkaresht, me pengu shkuarjen e rinisë tonë në luftrat huaja të pakuptimta. Sepse pasunia më e madhe një familje janë fëmijë. Ne, si shoqëri, do ta kemi qartë, ne do të na dhimbet edhe ajo familja muhaxheri që vetëm të mos dalim jashtë kontekstit, të mos dalim jashtë temës së diskutimit. Po flasim. Jo jashtë kontekstit. Po. Jo jashtë kontekstit. Fetare. A mos të japim konotacion fetar. Nuk jemi të e trajtu fen. E di, po nuk po them për atë çështje, po them se çështja e përçarjeve pavarësisht ashteja çka është, ne patëm rastet e të priftit. Edhe aty, kur një prift bëhet i keq, aty duhet të thoni i keq. Kur bëhet tradhtor, duhet të thonë tradhtor. Se çka? Aty nuk ka kur të kufizimi. Po, zotre Daqe. Ne kemi vepru me priftrinjt sërb të imponuar në Republikën e Kosovës. Edhe ata, në momentin që të cenojnë drejtën e shqiptarët, më tha diçka, këtu është liri, këtu është ky popull e ka fitu lirin për gjithë, edhe për ty. Por ti nëse s'ja respekton lirin, e ki rrugën tjetër ka. Ne me zërë se detyrojmë asken, po duhet popullit, ky popull që ka fitu lirin, respektoja lirin e ti, kaq. Nëse ne cenojmë lirin e dikujt, nëse për shembull, ndonjë individ është has në një veprim i cili e ka cenu rendin kushtetues, ose ka cenu drejtat e qytetarëve të Republikës Kosovës, atëherë përgjegjësia vjen plotësisht mbi neve. Po, zotri Lajqe, nuk ka diskutime më. Po, zotri Lajqe, në aspektin social, sipas jush, a kanë ndryshuar faktorët social ndër vite ose janë në këtë periudhë, janë ende faktorët të njëjtë social si kanë qenë më herët, të cilët ndikojnë në një reagim të shoqërisë, në një themi, në një diskutim, hapje i diskutimeve dhe themi ndoshta edhe acarim të marrëdhënieve mes shoqërisë. Pikërisht, si që e përmendën edhe kolegë, këto janë dimensione që hynë në kuadër të aspekteve sociale, si aspekti religios, si aspekti komunikimeve masive, më thonë këto shtrihen në bazë të rrjedhës së shoqërisë. Megjithatë, faktorët mbeten njëjtë, por zhvillimi bashkëkohor natyrisht ju jep konotacione të ndryshme. Në këtë rast e përmendëm, domethënë, transformimi i mediave apo informacioneve, i portaleve të ndryshme. Domethënë, shpesh herë këtu nuk ka një lloj
kontrole, si me thonë të duhur, dhe edhe pse hapësira demokratike këtyre shprehjes është rrit, megjithatë në njëjtën kohë rritet edhe algoritmi i dezinformatave apo i mundësisë që njerëzit i keq përdorin këto elemente. Këtu kemi edhe një mendimtar që quhet Habermasi, ku ai më shumë fokusohet në rrjedhën e demokratizimit të komunikimit racional. Ai thotë që duhet të nxitet debati racional, jo ai emocional, media duhet ta nxisin diskutimin e arsyeshëm dhe duhet të krijohet një farforme kultura e dëgjimit aktiv. Në kuptimin që edhe mendimi ndryshe duhet të respektohet, duhet të vlerësohet në suaza të arsyeshmërisë së tij, domethënë në kuadër të rrjedhës, në kuadër të ligjeve, në kuadër të vlerave të atij vendi. Pra unë më shumë isha fokusu në elementet të cilat e mbajnë një shoqëri bashkëkohore të qëndrueshme. Ato janë, për shembull, kur solidariteti është në krizë. Pra, e përmendën edhe kolegë, shoqëria jonë në etapa të ndryshme, si dhe në pritje dhe në fundit të luftës çlirimtare, ka ditë të jetë unifikuese në momente të vështira dhe në pajtime të ndryshme, në pajtimin e gjaqeve të Verrat e Llukës, edhe në shumë elemente të tjera, të cilat ne vetëm duhet ta zgjojmë atë ndërdijen tonë, t'i flasim dhe ta aftësojmë që në breza të ri që ta vim në shprehje. Domethënë të eliminohet një farforme ky lloj konflikti mes gjeneratave dhe të afrohet në bazë të vlerave shoqërore kombëtare që kemi. Po ashtu kjo lidhet me identitetin kombëtar, ndjenjësisë, është faktor bashkues dhe po ashtu e fundit natyrisht mund të jetë, do thotë, edhe rinia e cila duhet të jetë arsimuar dhe me energjitë e saj kreative mund të sjellë ndarjen, tejkalimin e këtyre ndarjeve. Po, zotri Lajqi, zotri Gashi, faleminderit shumë që na u bashkuat në këtë diskutim. Faleminderit gjithashtu shumë. Faleminderit shumë. Zotri Zhdrella, sipas jush, në çka shoqëria jonë nuk lëshope? Cilat janë sipas teja ato tema që shoqëria joni ka më të ndjeshme edhe ndoshta edhe reagonashme? Normalisht që çështja fetare thuj se është e ndjeshme. Se çështja fetare mbetet? Po sepse njerëzit ata kanë bindje. Edhe duhet t'u pranojmë, të pajtohemi me bindjet e tyre. Përveç fesë? Mendoj që tash kohëve të fundit çështjet politike kanë kaluar çdo ekstrem, ku njerëzit e shohin fatkeqësisht sikur armik atë që s'është i partisë së tij. Kjo është më shqetësuese, mendoj unë, sepse nuk është që po ftufot apo po zvogluot ky dallim, po shumë është duke u zgjeruar si hendek, edhe kjo është për tu kritikuar, sepse unë kam një shprehje pavarësisht që jam merrem edhe me sport, edhe gjithmonë them, mas një ndeshjes për futbollit vazhdon prapë jeta, domethënë aty përfundon gjithçka dhe ne duhet pajtohemi edhe me këtë që qoftë mbas disa zgjedhjeve apo çështjeve politike përfundon aty dhe jeta prapë vazhdon dhe ne duhet ta ruajmë harmoninë mes veti, mes shoqënisë tonë, mes miqve tanë, jo t'i shkpusim ato lidhje për teket apo për interesa personale pura partijake. Po, faleminderit shumë që ishe sot në Rreth e Rrotullt. Me kënaqësi, faleminderit.